Ndonë se mbi nivelin mesatar të vendeve të Europës, raporti gjinor në lindje i meshkujve në Shqipëri ka pësuar ulje, 109 meshkuj për 100 femra. Ky është raporti më i fundit i Institutit të Statistikave në vend. Për drejtoreshën e maternitetit Koçoglozheni, raporti është i kënaqshëm, po të krahasohet me 2 vite më parë, dhe kjo tregon një rritje të emancipimit familjeve shqiptare. Përpara 2 vjetësh e gjysmë mbase, ishte 100 me 111. Unë shpresoj shumë që mbase ka patur një ulje të këtij fenomeni lidhur nga sensibilizimi. Ky është konkluzion indirekt, të themi që ne nxjerrim më pas, arsyeja e vetme është që të ketë të ndodhi aborti me bazë gjinore. Megjithatë, ajo që vihet re kryesisht në dekadat e fundit është ulja e numrit të lindjeve. Për doktoreshën, ky ndryshim ka ardhur për disa faktorë, ndër të cilët më kryesori është emigrimi i të rinjve. Ndërkohë që edhe në Shqipëri po gjen zbatim fenomeni i njohur në Europë i të bërit nën në moshë më të madhe. Pavarësisht këtyre shifrave, femrat në Shqipëri nga pikpamja e treguesve ekonomik dhe shoqëror vijojnë të mbeten të diskriminuara. Në raport me burrat, hendeku gjinor në tregun e punës rezulton në 20%. Çka do të thotë, sipas Instat, se 50% e tyre janë inaktive. Por edhe në rastet e punësimit, gratë paguhen më pak se burrat. 50% e grave nuk marrin fare pjesë në tregun e punës. Pra, vetë quhen ose vetë emrohen si shtëpiake dhe as nuk tentojnë, janë aq dekurajuar se as nuk tentojnë të shkojnë në një ndërmarrje ose të aplikojnë për punë ose të përfshihen si punë kërkuese në programet e punësimit. Shifrat u bën publike gjatë konferencës rajonale mbi statistikat gjinore në botimin më të fundit të Instat, femra dhe meshkuj në Shqipëri. Shifra këto që synojnë të japin një panoramë më të plotë të gjendjes ekonomike, shoqërore dhe kulturore të Shqipërisë me bazë gjinore.